Përshëndetje teleshikues të nderuar, sërish në diell ora 15, një kafe mamën po starton. Çdo javë mundohemi që t'ju sjellim risi të ndryshme, promovime, muzikë, këngëtar, muhabet, hajgarre, kafe, gjitha. Shpresoj se kaloni çaste të këndshme apo një pasdite të këndshme të diellës bashkë me ne. Ne po kënaqemi me ju, po edhe ju me ne. Unë pa mbërkohë do të falenderoj Armend Ramadanin, i cili kujdeset më çdo javë për pamjen time, për flokët dhe grimin. Pa ashtu do të falenderoj edhe shtëpinë e modës Hera, të cilët kujdesen për veshjen time. Ju lumshin durt, ju faleminderit dhe ju puth shumë unë Big Mama. Pa ashtu ju puth dhe ju falenderoj gjithë ekipin tim, gjithë stafin tim, të cilët punojnë për një kafe me mamën, veçanti juve kamermanave që ju kom këtu. Pa ashtu Regjinë dhe Nal, ju dua shumë, ju kam xhan. Unë mos las shumë, po të ftoj mysafirët e parë që i kom. Sot kemi një emision bombastik. A kemi promovim videoklipit? E kemi atë kryen i cili është për media, në për portale, çdo ditë me skandale, e unë bashat kom qef sekretat ose ne kena mi fol. Pa ashtu edhe kom një këngëtar i cili këndon live, ku shkon ai bën atmosferën më të madhe. Nuk do ta zbuloj, po rini me ne për ta ndjek. Mysafirët e parë, teleshikues të nderuar, edhe pse i ka qenë në një kafe me mamën, në fillimet e emisionit Një kafe me mamën, ai mbajti premtimin se më tha që më ka mike, më ka shoqe dhe sa herë që do të bën diçka tre apo do të gatun diçka tre, ne do jemi pikërisht ato të cilët do ta promovon. Pra, me Eduard Rokitje, ftoj mysafir që i kam sot, një mik shumë të dashur, një këngëtar shumë të dashur, pa ashtu e ka me vete edhe Floriani. Atëherë Eduard Rokitje shkon për Bleron dhe Uki. Mirë se erdhe Blero. Uki, Floriani vogël. Floriani Blerës. Po, jeni boje ketë me ka dy, po vini. Krete kanë ka një. Me vete? Ma shumë i përngjoj Lindonit më ndokës. Po. Jo, Floriani. Lindoni o me mjek. Ata e repera, nëjna këngëtar. I dojna shumë Adriani, Floriani dhe Lindoni. E di se ju kam pa shumë shpre postoni foto të përbashta. Blero, arsyeja që jetë sot është promovimi videoklipit tënd më të fundit. Me njerë të hapim biseden për videoklipin, a pastaj kena të folim për ato skandalet, për ato shkërimet, për krejt rënd. Lidin që kom qep. Pse ja? Se jene kalu më shtë këna pas? Ja, është pi herës pa që kjarti, a e din se une ma ke gërdit Facebookin ti? Prap. Pa. Une, Facebooka hy Blero mdel. O Blero, shajtu Bob, Selan djali në rahat, Selan, po dhe diskutojmë, flasim pak për kangën. Bashkëpunim me Ukin, nuk është bashkëpunimi i parë? Jo, është bashkëpunimi realisht i tretë që i kena na. Kështu që kësaj radhe vendosëm mas videoklipin e pare kena me Ukin para një 4 vite, nuk zgabon shohë. Qa është të i bo 4 vite? Një këngë që stiret Buza, në remix të Nunit, kena kënu me bashkë me Ukin, edhe tash ka nga njëherë, cële sot dhe promovojmë shumë dhe klip. Kush va realizoj këngën? Këngë është realizu në kompaninë Elefant, me tekst Ukit. E kujna është e Elefanti? Elefanti është Joni. I ju. Pikrish produksionin tanë, Blero, ku veti komponon këngë. Tekstin ka bë Uki, po videoklipin? Videoklipin Asha Productions. Ata e marrë me anën vizuale, do me thonë total, edhe na jemi ndotë knaqëm, përfundimisht jemi ndotë knaqëm shumë me klipin. Po mirë, as mu ishit me bo në i klip hala ma p***a. Pa ke ronë që e fjallëve që? Po, jo, po njerës e kam pa, disa për njerësve e kam pa me atë sy, po na nuk menojmë që ka pa diçka të prume, për shkund razi, u konë skenari që ka pregadit Asha, që ka menu me pasqiru që ato që na pëthojmë në qatë mënyrë edhe neve na ka pëlqyë edhe jena një rahat edhe ka dalë që e që është. Sa jeni të kënaqur ju prej realizimit bashkëpunimit? Heq. Sa bukur? Katastrofë. Tash albonit. Jo, unë nëse mu me folë për vete është jom do ekstremisht i knaqën prej punës që u bovë mrana në studio me Bleron, me Prygon, producenti që punon në Elefant, që është pjesë e ekipit, që kësha dosh në përshëndet shumë, edhe me falenderu për gjithë shka, për krejt punët për çdo ditë që a i bën. Kështu që prej fillimit dhe me thonë mrana në studio deri te video e gjithë shka ka shku shumë mirë edhe unë jam ma shumë se i knaqën.
Një Knaqë, Blerës po fol hiç, nejse, s'ka lidhje, s'ka Po, nevojë. sa mira. Ma shumë e Nuk kom ka për ty, nevojë. Uki, se Blero e kon këtu. Mira. Njeriu që shkruan tekste din edhe shprehet mirë. Blero ti bë muzikë më shumë. Po mirë shprehet, uke. Ja. Atëherë, teleshikues të nderuar, nëse jemi të gatshëm të ndjekim videoklipin edhe rikthehemi sërish në studio për të vazhduar bisedën. Ndjekët videoklipin, shpresoj se ju pëlqeu, besoj se edhe gjithë e keni postu në për profilet e juaja të Facebookut, se vetë se më është edhe në YouTube videoklipi. Blero që e të nej shumë i urë dyqisht. Unë pim nga ju, Knaqa. Blero e të ndejtë në përmendime, si më duket o të menu thët, qa ka me bo kjo, shtash ma vonë, qa ka me... A derte ke? Jo, me ty Big jam gjithmonë relaksum, kam derin që jam me ty këtu. Një kafe me Big Mamën, një kafe me mamën edhe këmë thonë edhe herën e kalume, sa herë që kena diçka në kompaninë tonë kena marrë dhe me knaqësi më të madhe. Kështu faleminderit shumë që na ke pranu. Faleminderit ty Blero, ti e din që gjithmonë e ke derën hapun kjo une. Si në emision, si pa emision, si në shtëpi, ku do. Ti në Maqedoni e ke një motër këtë e dim me vite. Më tregoni çao puna, kohën e fundit jenë ba shumë trendi. Për shembull, këngëtar që kanë qenë këngëtar solo, po shoqëroni me një këngëtar tjetër me vete. Si për shembull, me Adrianin, e përmendëm Adriani me Florianin, tash Lindonin. Edhe ti Blero jena të rrugë me Ukin. Unë mendoj që është e nevojshme të ne Big, sepse ne kemi shumë kohë që kena pas grupe, për shembull treperave, grupe të muzikës hip-hop më shumë. Reperat po dahen, ju po bashkohet. Të ka ardhur koha jonë është me bashku forcat ose thjesht energjinë, edhe ato që mundëm jap na prej vetes tonë, besoj që po bëjnë punë mirë, por në Kosovë në Maqedoni e dina Adriani, Floriani dhe Lindoni, po në Kosovë besoj që ka dy këngëtarë bashkë që kanë projekte shumë. Ne kemi folur me Ukin, do e kemi disa projekte bashkë, sepse punojmë në një kompani bashkë edhe kur të njihesh mirë me dikon që punon, atëherë ja vlen edhe me punu shumë a shumë. Edhe pa kur fare diskutimi mendoj që ja vlen shumë për publikun ton Big që Ukit del më shumë në skenë, sepse ka mungesë Ukit në skenën ton. Ka ambicie, Uki, Unë Ukin e kom dëgjuar edhe në gjuhë tjera, ato këndon shumë bukur, edhe këndon jashtë zhanrit që bën këtë zhanrin bashkë me Blerën apo muzikën që krijon. Ka një trailer, mund të themi të zonit, aq të bukur. Unë kisha dash pak a kapella me më këndu diçka popullore për momentin, a mundet? E di gënjani që më thëtë. Të nda fili blu vësh pak. Okej, muj me bo. Veç për Bigin, do me thëmë kjo. Sera parë që po këndoj për dikon emision. Po ja për Bigin, ja për Gani. Ekskluzive. Orient. Da nga dalë nga zemra, loti për ty pikon. Jam i humbur në vetë vete, e shkuara dashuri më trishton. Sa shumë kohë kaluan, kur ti jetën mandale për gjithmonë. Por kjo zemër kur s'do rreshti, akoma vetëm ty shumë të donë. Bravo! Lumë të goja, lumë goja. E di që dhe Muharremi është sot këtë. Shumë i brema se ky gjithë ka qef mi Mora Mameti është mësafir më të. Ky Blero, kur nuk rinë rahat, ku është ky pa tjetër e ka ta prish. Pikrisht, pra, vetë se publikojmë Blero, pas pak këtu dhe të kemi të madhin mbretin e muzikës Tallava, Muharrem Ahmetin. Unë që thonë Orient. Unë që thonë Orient. Orient, o ti, që të dush tuja ti, ajo një. Po, ajo është Orient, është. Jo vesh Tallava, po kënon edhe zhërë tjera shumë bukur. E ka dhun tipe i Zotit, edhe kot. Po, Uki, që nuk këndësh vla popullore, ko pari. Që se rrugë na? Jo, nuk e di, nuk e kom mendu na e refeks, por nuk është që jam edhe i limitum ose i kufizum me thonë me një botë ose me një zhanër, më pëlqen me kënu gjithë shka që t'inglon bukur edhe menoj që ja vlen me servu që ashtu të publiku, unë jam i hapur me bo, pse jo.
Je edhe në produksion bashkë me Bleron. Zakonisht i shkruan Uki tekstet e këngëve apo? Gjithë. Krejt. Jo gjithë. Ka edhe pjesë ku i shkrujmë bashkë, ose ku i shkrujnë Blero, nuk është se s'ka shkruj tekste. Blero të tregon për jetimet edhe ti inspirohesh. Se më do këtë e kalë shumë modestin deri në fund, sot. Jo. E ka shumë të të la. Po, bre? Shumicën e kohës i shkruajmë pa diskutim Uki. Edhe ato që i shkruan Uki, nuk është hera parë që ka shkruar Uki tekste për mua, kështu që me kënaqësi më të madhe këne tekste Ukit. Cilat tekste ti ka shkruar Uki? E ka shkruar për shembull, kena shumë demo që se lansu, që janë bë, kena shumë sane që kena në studio, bile dje ishim në studio dhe nga shumë sane që kena veç shumë kanë kena, edhe kështu që ato që shkruan Ukin i vlerësoj shumë. Patjetër. Shumë jemi të bëhë bisedë serioze, të më duke vetja, si me bëne emision dokumentar. Teleshikus të ndërruar. Emision politik. Shkoj me një jingle, pas asaj ne jemi të pozicionuar apo të stacionuara për lojën me kufje. Jemi pozicionuar të loja me kufje, nëse je gati, Blero, mund të startojmë. Vazhdojmë. Blero, më si thoni, ju? Në të në mzat. Muzat. Muzat? Po. Qajni të folë. Hajde, vazhdojmë. është kapsh apo? Kapsh. Në të në mzat. Muzat. Muzat. Ne me uj, këna muzat. Muzat e për? Mzat. Ose muzat. Kulmi. Falë që që... Muzat. Mzat. Qysh dush? Mustache? Po. O, muzat! Edhe një herë të muzat? Mzat. Muzat. Jo lop. E tjetra. Tjetra. Mzat. Vazhdo. Mirë është. Pushkatim. 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 Bravo. Nënçmim. 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 Ofendim. Nënçmim. Mos shoj. Ke e kupton tjetër. Tue. Nënçmim. Nënçmim. Bravo. Kuller. Kuller. Kuti? Kuller. 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 Koper. Kuller. 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 Se të të Kuller. 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 Bravo. Avni. Avni. Mihane. 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 Jalla moj mihane, moj zemër. Mihane. S'ka shans me dit. U kry. Okej. Moller. Moller. Shpëtimi. Moller. Moller. Moller? Bravo. Wow. Pensioner. Pensioner. Mos më të mi hek. Jo. Pensioner. Ja, s'ka mundësi me dit sta. Pensioner. Det. Kama? Po, del, ata ofrët detit janë ata. A vërtetit. 7 fjali, me njerë ndrojmë kufjet. A pëndrojmë? Po. Oh, Ja pli. shujta. Pensioner. Moller. Blero. Ku pi gjeni s'to fjallë. Shumë e patu që zonë në. Hajde, Blero. Hape gojën mirë, gji. Okej. Mos afro. Muso. Trullan. 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 Tula. Jo. Trullan. Tular. No. Kuller. Jo. Tulac. Trullan. Budal.
E ndrojmë. Merë. Berber. Jo. Jo. Merë. Men. Per fonijet. Fonijet po... Merë. Mer. Bravo. Vetëm një sekundë, Sadiki ka vërdani bleti, e shef Bleron edhe jaman. Ne. Ta jak fonina. Gulash. Tulat. Apet. Gulash. Gulash. Bravo! Bravo. Krye madh. Kremad. Ha? Po, këko ka profi. Emocion. Emocion. Emocion? Po, bravo. Po? Po. Really? Barbik. Barbie. Bravo, qëka ti, jo? Ha? Qa jo? Mirë është. E qëllove? Jo, bravo, mirë është. Kastravec. Kastravec. Hej, Ha? dikush po rancë të. Qa është ovo? Jeti që më krejt. Dikush po rancë Që të. në zonin kulmi, ha? Hajde. Dikush po rancë Po. të. Pas qatë po një? Mëzi, hega. Kur s'po një pik? Dallavera. Frigorifer? Dallavera. Dallavere? Bravo. Qa të? Bolemia. Qa përshimu? Bolemia. Kisë në herë? Bolemia. Bolemia. Leblebia? Ha? Asofër. Jo. Bolemia. 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 Bo ke pika pa lidhë. Se gjenë Kemi që që ta. vazhdo. Vazhdo tjetërët? S'po tjetër. S'ka. 7-7, jeri barras. Shërde, po i ke qëllu 7, i ke qëllu edhe me të parën i ke qëllu Blero. Shkoj me jingle. Me lojën ishit baras, 7-7 Vlero dhe Uki vrehet se jeni shok të mirë dhe lezoni njëni tjetrin, edhe pse kur ishim në jingle, Uki tha se i kom ditë krejt, tha, po tha hajt, apo, ama e di se kush shpitone, kush i qelon krejt, Po. ne kemi këtu paket për të shku në Dubai dhe ditë. Apo në më bëtën? Vere krejt listën që e keni. Ja, mo, po, Uk, qa? Blero, Këtë shpojët. këtë thaj, dhe me bone ma interesant, shkoj Dubai, Jo, nëse pushim, gjithat pagume. Nas, besaj. Kush besar? Shkon pushim vetë mas pari. Po, unë bashkë me ju, me fitusin. Ti e si lopi. Po. A i gjdo vjetë pushim. Çdo vjet, po. Të fesh dhurat. Unë dy fish, po. Vazhdojmë pakës me bisedën. Blera, je e cekëm disa herë dhe ma herë se je qendër të vëmendjes në për portale. A mendon se nuk je të prodhu muzikën e duhun që portalet meren me jetën personale tënde, po meren me muzikën tënde që e bësh? Unë kisha pas qef më marrë ma shumë muzikën tam, portalet. Sa do që ju kisha e papësira më marrë muzikë, po ja që është interes i tyne, edhe normalisht nëse veç lezona shumë atërë ata shkrujnë, mendoj që kena punu mirë kohëve të fundit edhe jena të nëzirë të shumë të mira, kështu që është një farë balanci mes jetës tem private edhe muzikës që na e bojna, po kanë ma shumë interes ata ndoshta anën përfitu, mu merë me jenë private dhe vazhdojnë. Nuk të Po vengon gjithmonë big, kam thonë që gjithçka ka një kufi,
Po në moment që ata e kalojnë kufin, e din që do të ketë jo pasoja, po thjesht mund të më pa në gjëç, kështu që besoj që dinë ata kufinën e vet, po prapë se prapë e kanë punën edhe ata dhe punojnë. Po unë e kam atë limitin tim. Po, atë kanë dhënë një lajm që të nxjerr për kontrollit, më thosh, cili lajm? Ka qenë një lajm në portal tonë në Kosovë. Më kanë nxjerrë për kontrollit çaq shumë sa që jam shku vetë në ndërtesën ku operon vetë stafi i portalit edhe i kom thënë disa fjalë aty në njerëzve aty. Çe u ke thënë? Qa bën jeni mirë. Që jeni? Edhe normalisht i kom pa ditë, thjesht i kom qitë në gjyq, por me pronarin e portalit kemi gjithë një marrëveshje edhe një mirë kuptim që me të vërtet ai s'ka pas ide që një gazetari tina e ka shku një lajmë tillë, sepse ai s'mund mi kontrollu gjitha lajmet që i dalin në portalet tina. Edhe pa diskutim që jemi ra kemi gjithë një marrëveshje të mirë dhe kam shumë respekt për pronarin e portalit, kështu që po e kam limitin të mbiki, kështu që nuk kam qef le të shkrujnë sa dojmë, po mos të më prekun tel. Okej. Geri, po i kemi gati fotot, mund t'i shohin fotot, t'i sheh dhe Blero edhe t'na komenton, Blero. Edhe ma nga dalë. Foto me një ditëlindje e Tarës, 5 vjet, vit një kalum. Në Paris? Në Paris. Është kjo ditëlindje e Tarës ku ishit bashkë me Teuta? Po. Ishëm unë e Tara dhe Teuta, një festu ditëlindje në Tarës. Edhe një eksperiencë shumë e mirë, një foto shumë e bukur. Ditëlindje, s'po di që Tara u kënaq më shumë, për mu Tara është gjithçka. Unë e nive që ti ishe kënaq më shumë se Tara. Po, e vërtet është. E vërtet është, sidomos kur më taku Mickey Mouse në live. Këta e dinë edhe Tara. Po, se ti e do më shumë se Tara Mickey Mouse-in? Jo, se du ma shumë, po emocion. Edhe, qysh ishte Mickey Mouse live? Shumë cool. Shumë cool, a bërë foto me Mickey Mouse? Pa tjetër shumë po. Një fotografi shumë e mirë. Unë bashkë dhe me foton? Me Mickey Mouse live, e? Op, ndalo? Qa është ka Blero? Këtë foto ka bo Uki. Uki. Jo, Uki po një shok Joni, po Uki konat. Blero, kush është kjo vajza? është një qike lezetshme. Kur është kjo? Para Afronës, para Teutës, mas Teutës? Kjo është muzika bofsha gjatë Afronës. Gjatë Afronës? Do me thonë, Afrona kur të ndje këtë? Ja. Portale, live keni, Blero traston Afronën. Gjatë, gjatë lidhjes me Afronën, shifni foton. Nuk kemi qenë lidhje, është vërtet që kemi pas një pauzë një javë. Keni pat pauzë me Afronën një javë, edhe ti atë një javë shimë një dhe ke shfrytzu. Kjo është fakt. është e vërtet? A të me ndohë, a ka me hongër që te ka jo? Jo, të më thonë, ka ndodhë dhe nuk është naj... Ka ndodhë? Garant këtë emision këne pa Afrona është të këshyre emisioni, është që e din që e du shumë edhe... Ke thonë, Afrona e këshyre emisionin, Afrona të du shumë, Afrona vendos t'ja e dona jo, shifja foton, shifja rizilin, që si t'jen marre. Afrona e din krejt situatën. Edhe atë më rapë s'to këthi, këshyre. Afrona e din krejt situatën, e din krejt, kështu që historin nuk e kush e re për Afronën. Mund me kanë interesant është ta për njerës, po për Afronën jo, kështu që e din që e du shumë. Afrona atë leon të atrathësh? A ka feme që leon mashën dhe s'ka? Normalisht jo, po unë se kam atë nevoj, kështu që na jena konë pauzë, okej? Pauzë keni qenë. Afron, shife, ketë me shku t'jen la pera. Për një javë dit, atrathon njeri, për një javë dit me njerë me shku edhe, bus për bus? Ja, zëk më letë kaftë. Afronën jo. Okej, vazhdoj me foton. Kjo vajza nga është? Kjo është e dashura? Kjo është dashnia eme, mami eme. E du shumë. Kjo është dashuria vërtet? E du shumë edhe me përshëndes se garatë të po emisionin. E du shumë edhe më mungon shumë bigi, sepse mami jeton në Suedi.
me A, babin, desha me burimin, vllahun, normalisht. Kështu që familja em e ngushtë jeton në Suedi, edhe më mungon shumë. Ka momente biku unë nina shumë i vetmumë, përveç që e kom qiken afër në Prishtinë, sepse si kom prind aty vllahun me motrën, edhe nina bajeg i vetmumë, por ja që ato momente kalohen me familjen e gjan, me shoqëninë edhe thjesht me punën. Po, shifeni, nuk shkon për Suedi, je shkëput këtë prej Suedi, sa vetëm për koncerte, për raste? Ishëm metare më para një uje gjysë dyrë dikon, ka gjysa janarit dikon, edhe kemi qenë një javdit të prind, kemi najtë në tara. Jeni knaqë. Jena knaqë shumë. Po prindet vinë në Kosovë Po vinë, shpesh? prindet vinë, është në maj vinë, edhe rrinë ka 3 mujë. Po mirë, nuk do jesh i vetmumë, No. edhe do të gatu nana ushqimet shtëpisë. Ushqimi nanës është ushqimi maj mirë, shtë që... Maj mirë është, definitivisht është Pasullin që e bon nona em, s'kërkush se bon. këtë të thëmë pasulin nana em që e bon, asë kur se bon. Vazhdojmë me foton, një foto shumë emocionuse bukur. Vlero me Adem Ramadanin. Këtë foto përshone për e parë. Qa me thonë, është jam pa fjallë kur vjen fjallat e Adem Ramadani, sepse përveç që e vlerësoj si njeri, vokalin s'po folëm heq, sepse gjithë shqiptarët anë më banë kudo që janë e vlerësojnë ne si muzikant, e kemi një ndër të partë në listë Adem Ramadanin. Gjithë. Edhe e qëmaj shumë për punën që e bënë, e qëmaj për mënyra qysh e bënë dhe mënyra qysh e kultivon. Thjesht e respektoj shumë punën e tina edhe peq muzikës arktuse ose popullore që ka po më heret që u dalë në ilahi edhe u përkushtu në fej, do të respektojmë të gjithë, sepse me të vërtet është për mu do t'je gjithmoni i pavdekshëm edhe është vokali tina. Ky njeri meriton... Digjojmë shumë shpesh këtë muhabet prej këngëtarëve të ndryshëm, që thujnë Ademi dhe vazhdonte me muzikë popullore, këngëtarë tjerë tas njës dhe punonte. Unë e këmë badhe një shkrim, më s'ga bofra në Facebook, e këmë qitë, sepse unë e shkruj ka nëherë, kur më teket mu edhe nuk... Ndoshta ka nëherë duhet me menu pak për asë me shkru, po që unë e mu më do dhe e shkruj. Kështu që menaj që shumë këngëtarë që janë sot në skenë janë falë Adem Ramadanit sepse kjo e kalon muzikën popullore. Po t'ish kjo Po hala edhe në skenë... Ilahi që i këndon janë... Ja, po tonë drejt, Bigi, po t'ish hala Adem Ramadanit në skenën arktuse popullore, do t'ishte problem për... Për gjithë këngëtarë, shumë këngëtarë tjerë. Ndë shumë problem një përshëndetje shumë të madhe për Adem Ramadanin, gjithmonë do të mbetet njëshi edhe pse këndon Ilahi, edhe Ilahi që i ka o Zot. Unë kam dy njerëz, të poli tash shumë sinqerisht, i kam dy njerëz që i respektoj shumë vokalisht edhe si njerëz normalisht. Është Ramadan Krasniqi, Dani, edhe Adem Ramadani. Adem Ramadani janë për mu, janë kulmi i vokalit edhe janë inspirim shumë i madh. Kanë një zat ëmbël që si thënë Perendia ta falate. E mos të harrojnë edhe Muharrem Ahmeti është. Balma, ekskluzivisht, pas pak është Muharrem Ahmeti këtu në studion tonë. Vazhdoj me fotot. My baby. Kjo, dashuria e parë është mami, dashuria e dytë është kjo, dashuria e tretë patrona. Ta thom drejtën, ata që jem prind e din. Edhe mam jam garant e kupton tash, e din. Ajo e din, po unë tash unë kuptu që e vladi është. Veç thojnë një fjallë e urtë popullore, thojnë për mi kokën tonë do një po veç e vladi. Kështu që qaq dashurie madhe, qaq jam i lidh me tarën. Në vazhdojmë dalu me fotot. Ku e keni gjetë ta, bre? Kjo është... është gjirimet e labit në Stenish. Janë për vitri para... Me kolekt, me Lebenët Tahirin, Kaltrinën, Adrianin, Ermalin, mund vazhdojmë? Po. Kjo është... Ndalo? është babi im, edhe burimi vllau. Edhe vllau. Vllau i vogël. Këtë do ma shumë, mamin a babin? Do t'i du shumë. Njenim pak. Gjithë e dim se t'i ka... Dytë besëm, dytë i kom veçantë edhe ka njëherë... Ja, besëm që s'muna... Unë këtë i kënë do të më shumë, mamin a babin?
nuk ekziston një ndarje e tillë, është problem. Është fakt, nuk mund ndash. Problem. Një. Vazhdoj me foton. Ku keni qenë të shku këtu Blero? Në Suedi na komë Suedi. Po. Vazhdoj me foton. Këtë si babi do knapsha? Me të vërtet për ngjan. Oh. Që dul kjo? Dul kjo! E kom tratu afron, apshe? E ke tratu afronën, kush është kjo? Kush është kjo? Kjo është afrona. Edhe këtu jena në Barcelonë bashkë. Në Barcelonë. Edhe ka qenë një vikend jashtëzakonshëm ku e ka organizu gjithë afrona, ma ka bëu dhurat. Dhe përveç asaj Barcelona së qytetë, nuk kam qenë ma herët, por jena shku me këshyrë dhe Barcelona kështu si ekip. Ti jetë tifos i flak të i Barcelonës. Po, ekipi futbollistik Barcelona. Se ja shoh statuset Bleros, alun Barcelona më shmendi. Edhe kur kemi qenë gjirime të ndeçan të 21 kujtohet. po, ne gjithë jemi ullë për të hangër darkën, ky bon si i çmendët televizor gjemni Barcelona në futbol dhe të qatë. Lemër futbolin hecë bëqerë këtu, vazhdoj me foton. Një portret familjar. Pis. Shumë i bukur. Qytetarën, pis. Pis. O ja, zemrën unë e kësaj. Loqë ka e vogël, i ka pas 2 vjetë e gjysë është atri, më zga bo fshatara. Po. Kjo është një kampanje reklamës që kemi më herët me tarën edhe me Teutën, me Ishgrun, edhe kemi kalu shumë mirë. Sa jemi këtu, ndalëm, flasim pakës për Teutën. Hisë kësha posë. E di që t'ki qepe. Jo për ajsan, po... është e pruar. është e pruar. Po pse nuk del njëherë me deklarata këshu, pam, qarta edhe që të t'lanë rahat. Unë jam dalë, unë e s'di që me thonë ma shumë. S'di që me thonë ma shumë. E ku me vazhdu jetën, e ka vazhdu jetën, jemi shumë happy. A mendoj se gazetarët e egzagerojnë pak këtë punë? A mendoj, unë e di që pojnë. Edhe kemi respekt shumë të një tjetërin, kemi kontakt shumë mirë, puna e qikës. Keni kontakt me Teutën, foli me Teutën? Përditshëm, sepse puna e tarës edhe normalisht jemi shumë rregull. Mendoj shumë që tara është shumë me fat mi pas një nënësit e uta edhe një babësi normalisht. Me demek, një babësi unë. Po, kjo lidhja e... Uka i loti? Kjo i din këtë sanën? Uka? Uka i din krejt. Kjo lidhja e u përfol në përmediume se ka qenë me Adonisin. Teutës gjatë martesës me tënde, sa është e vërtet kjo? U përfola, po? Sa është e vërtet? është e vërtet, Lera? A mune me ndru pyetjen? Po, jo, veç ka qëtë. Na, s'kam koment, nuk do në diskutesh. S'kam qef me hi, sepse duha të arruj me të vërtet, e di që emisioni shikohet jashtëzakonisht shumë edhe nuk du me keq kuptu portalet edhe mundi keq. Po jepën be një ekskluzivitet, bëne një bum këtu ma me skandal. A bona ma herët? Qa bone ma herët? A du në gjithë konë ku të shkaj me bo diska. Ti e, unë jëmë në skandaleve ti baba. Okej, mund të vazhdoj me foton. Dhe ta rrujmë privatësi, një përse. Falemderit shumë. Për me dhe mu asë gjithë më ka zonë. Shko që më ka... Ti di krejt. Unë i di krejt, për kom qemë këtu me thonë. Edhe ti thëmë, a e pëtë? A u martuta qa ke kjo puna se se ne mora vesh? A reklam ke? Se ne pashun këtë reklama. Ku është kjo reklam? Që është? është kompania Flutra. është fasoletave në Kosovë, është me madhja edhe ajo në ka angazhune për këtë kampanjë. Ideja ka qenë Albonit, që a i përën reklama, Asha, i cili tha du t'jetë një ide e tillë për reklamën. Kishe po martohëm edhe në momenti kur vjen mi thonë asaj po, menona 2 herë, edhe del Flutra të i fshi djerës, po ka qenë një eksperiencë shumë e mirë. Po reklama u bë si spot reklama, po vetëm... Po, reklama është 30 sekundë, është reklama. Është transmetu? Po, pa tjetër. është transmetu. Atëherë me njerë kur i banë, Blero martohet. Ajo ka qenë ideja edhe kompanisë dhe Albanit, sepse kanë tesht me ecë ma shumë ma reklam. Po, marketing, gjithçka është marketing, është një fjalë që marketingu nuk e ka të keqen të mirën. Nuk ka, për shembull, marketing i keq, marketing i mirë. Çdo gjë që përfolet është marketing. është marketing, është fakt, por mund dikoj edhe në person. Po me afronën në realitet dasëm nuk mendon? Po, pa diskutim që mendoj. Kur në kismet?
Afrona vendos. Ajo e vendos. Ajo vendos. Unë jam gati kur do ajo që të nesër në nesër martona. A e ke propozu martesë Afronës? Fizike ende jo, shpirtërore po. Fizike jo, shpirtërore po. Po fizike do është ta bësh, bëj tash një ofertë, bëj një ofertë para ekranit, Afrona na ndjek, ju lutem, një muzikë romantike, vleron, fokusoheni. Thuja disa fjalë kështu, fjalë dashurie. E kisha bo, po nuk i shkon ferm, sepse do t'jetë Afrona prezente, nuk i shkon ferm as Ma pak. interesant kur që në televizion, pa prit, këshyre, edhe kur tani. Është interesant për emision tonë. Po normal që për mu. Da. Vazhdoj me foton. Afron se ne binda të bëbë. Këto ishin fotot, vetë se po përsëriten. Mlero pusho pak. Uki do të me fol pak. Uki pa, Uki ti s'ke probleme. S'ki nevojë më bo pyetje, veç po filloj me fol diçka. Fol qatë dush, zemë. Vetëm, ti s'ke kësi probleme. Jo, vende jo. I martum s'ke qenë. Unë nuk mendoj që janë probleme. Me thonë jo. Nuk faktikisht nuk isha dhe si probleme, shumë se po menoj që është një rrjedhë e jetës edhe janë situata që i ndodhin nashta shumë kujt, po në rastin e Blerës është pak ma ndryshe se njerëz përfitojnë nëse i përfolin edhe fryet situata ma shumë se që është. Mendimi jam, personal mas jam edhe si shok i afërt me Blerën. Po unë personalisht talo nuk kom hasën në qëto senet e njejta. Je single? Single. Ska lëvisi qa? Lëvizjet... A single, a? Lëvizjet s'kam të ndalur, po unë vazhdoj të mbes single. Kjo ke e rejtë diçka për mu. Po? Se nuk është single, a? është single. Single. Ata që e single. Apo qoni me knu një kongë? Se bo muhabet bana? Pa tjetër që po. S'kena është e ju. Faleminderit. Të lumë goja Blero Uki, Faleminderit. na kënaqet, na dhat pak atmosferë këtu, po më thuni qa plane shkeni? Mu këthim Prishtinë? Me kufi, me flejtë, thuj, me pushu, mi që kom të nalë. Është e diellë sot edhe na duhet pak relax, kështu që me pushu sot. Me pushu. Se sa ishëm weekend jashtë edhe... Di projekt të ri, diçka dhe një? Po, kemi disa që jemi të punu. Për njerë thuj Unë edhe këtë. Uki, pa diskutim, por ka edhe projekte të reja shumë studio. Edhe... Që kemi nisë. Po, kesh të folën pauzë dhe Muharremin që po marrë dhe ajnë studio. U myt, Muharremi pas pak, vetëm pas pak kemi po si tursh, pas pak këtu është. Blero, po me mbramjet? Me shumë. Në këtë aspekt du është me vetë... Avni Selimin. Avni Selimin. Avni është dukë mu. Avni, që ki kryt? Shifemi me datë 29 tje edhe ti bashkë në koncert, apo? Pa tjetër që po. Në Ferizaj për... Mas nesër. Po, mas nesër i bjen, jemi në këtu mund të paralemrojmë edhe të ftojmë gjithë ata të cilët duan të kontribojnë dhe të ndihmojnë për njerëzit me nevoja dhe të jemi në koncertin humanitar të organizuar bashkë me shoqatën Kaçanikse me menaxherin Avni Selimin. Në qytetin e Ferizajt dhe në sallën Bill Clinton, po? Ashtu ishte? Po. Ashtu, pra do të shifemi me datën 29 mars në Ferizaj. Jema, unë ju faleminderit shumë se për parës këtë të Muharremi o të prit aty, është me energji bombastike edhe pëse është i pa gjumë. Falë, kur do më artin studio me të aboni sa në mirë? Qysh? Kur do më artin studio me të aboni? Ti me konë në i shok i mirë, shtasha ke arë këtu, e djenë me një demo me një kongë edhe thu, oj mo treme, kërkush se ka bë këtë gjez deri tash, unë e ta bëj ngojsh këtë kongë e ke për me e. Jo, mu. Okej, më këtu. Si? Ta është tire ty, pra. Direkt mu, po mund të thirishtë dhe Çekiqin, se bashkëpunimi është i hapur me gjithë, në Çekiqin e kemi si zemër një putje për Çekiq hala. Të shikus të nderuar, kjo ishte biseda me Muharrem, Muharremi kom bjamni. Muharremi Blerën. Po, Blero ma pu.
E këto lene se ndajës është, pëlqen. Me Muharremi është mrapa në bife. Muharrem, po na pret Muharrem kënim. Po këtë Muharrem. Po ky tankos Muharremi, ma ka po kokën Muharrem. Ishte biseda me Blero Muharremin. Po ashtu edhe me uke një faleminderit shumë që ishit pjesë emisionit Një kafe me mamën. Ne shkëputemi për pak qaste, nuk shkëputemi se harum diçka. Bëjmë gati, shkojmë me jingle dhe rikthehemi se është loja. Sa do të shpëton Blero pa me i hëngër vët, po nuk ka shansa me shku pa me i hëngër vët e Një kafe me mamën. Edhe unë më habiti që desha të mbylli emisionin. Nuk e mbyllim pa i hëngër vet, edhe duhet me naknu edhe një këngë Blero për në fund këshu me ve. A jemi gati? Shkojmë për 2 minuta se kush dhe të hanë ma shumë ve. Startën. Krejt. Së bën krejt. Hajt. Gjyqa ka kryp? Apo do në veket? Shpejt. Kuku sa ka dale jeni të vogël. Nuk e don? E don. Hajde, shpejt. Po. Do me përti. Po s'mu dhe? S'mu dhe? Blero, apo t'i kone edhe të verdha tash, ha? A disa unë gjëm. Promet të mirë është. U ki që u bë? A më zhy? S'ka lidhje. Po menu që ma i fort, s'po moj. Në me kia? Se një amun është zhy. Një vo e ke hëngër? Ja zë kof. A je burti me? Havo? Qëfar buri? Qële gua? Qële gua? Qële gua? Qële gua? Para. Shoj mu ja? Kish mos pak krypin e. Qaki? Qiti. A bën në të mbasë. A kështë të mujta? Ma! Qële gojen. E kom plot. Qële gojen. U kry. Mund t'i marim ujnat sas janë... Da ja. Shumë mund ba. Ej, kush fitoj? Si mora vesh kusha? Uki fitoj. Ala, asë s'po mundet me bërbi? Një bo pa prej. Ha? Ju bofshin mirë, për ty puni mirë, Blero, ju faleminderit edhe njërë që ishi pjesë emisionit Një kafe me mamën. Mbyllim pjesën e parë me një këngë të Bleros edhe vazhdojmë me misafirin tjetër, Muharrem Ahmetin, këtu në studio.